Një 54 vjeçar banues në Itali është proceduar penalisht pasi dyshohet se qëndron pas një llogarie të rreme në rrjetet sociale që e kishte krijuar për të dëmtuar imazhin e një gruaje. Sipas policisë, shtetasi në fjalë ka hapur llogari false në rrjetet sociale me të dhënat e një 54 vjeçareje dhe ka postuar fotot të saj. Gjithashtu, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet në prokurori për vlerësim, pasi dje ka kallëzuar një 25 vjeçare se djali i saj 3 vjeç është dëmtuar në qafë gjatë kohës që ka qenë në qerdhe. Ndërkohë, specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan një 64 vjeçar banues në fshatin Stajk, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për 2 shtetas, pasi nga kontrollet dhe verifikimet e kryera në bashkëpunim me shërbimet e OSHE-s u konstatua furnizimi i paligjshëm me energji elektrike në biznesin e tij. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Malësi e Madhe referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për 2 shtetas, pasi kanë kryer punime ndërtimi palend përkatëse. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.